Këtë skenë e rëfen vetë profeti sallallahu alaihi wasallam, ku thot: "Ma tha lexo." Unë i thash: "Unë nuk di të lexoj." Atëherë ai më mori dhe më shtrëngoi aq shumë, sa që filluam të më rridhnin djerës. Më pas më la të lirë dhe më tha: "Lexo." "Nuk di të lexoj," i thash. Më mori dhe më shtrëngoi përsëri, dhe kur më lëshoi tha: "Lexo." "Nuk di të lexoj," i thash përsëri. Më mori përsëri dhe më shtrëngoi aq shumë, sa që mendova se do të vdisja në ato qaste. Pastaj më lëshoi dhe më tha: "Lexo." "Po çfarë të lexoj?" i thash. Atëherë filloi të lexoj ajetet e para nga Kurani. "Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriun për një gjaku të ngjizur në mitrin e nënës. Lexo se Zoti yt është më bujari, ai që e mësoi njeriun të shkruaj me pemë. Ja mësoi njeriut atë që nuk e dinte." El Alaq 1:5. Pas këtyre ajeteve, Xhibrili zhduket. Nga frika që e kishte pushtuar, profeti sallallahu alaihi wasallam filloi të vrapoi friksuar për në Mekë. Pamja e Xhibrilit alayhis salam nuk ishte e frikshme, por për profetin sallallahu alaihi wasallam ishte hera e parë që e shihte në një vend të vetmuar dhe në mes të natës. Mesazhi që i jepej profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë fillim të vështirë ishte që: "O Muhammed, ti ke një rrugë të gjatë dhe të vështirë që ka nevojë për forcë, vullnet dhe vendosmëri. Ai duhet ta ndjente rëndësinë dhe vështirësinë e drejtimit të cilin do të ndiqte. Ky drejtim ishte udhëzimi dhe drejtimi i tokës në rrugë të mbarë. Për këtë, fillimi ishte i fuqishëm dhe i vështirë." Njëtin mesazh ne u drejtojmë të gjithë të rinjve. Vendet tona janë në buzë të umnerës. Merrni këtë çështje seriozisht dhe mos u merrni me gjëra të kota. U bëj thirrje të gjithë atyre të rinjve që mendjen e kanë te vajzat dhe dëfrimet, të gjithë atyre që mendjen e kanë te pasuria. Fillimi i vështirë i shpalljes për profetin sallallahu alaihi wasallam është edhe për ne. Megjithse fillimi ishte i vështirë, ai përmbante brenda tij edhe dashurinë dhe paqen, pasi filloi me përqafim. Më e habishme nga ky takim është se Xhibrili alayhis salam nuk ja prezantoi veten profetit sallallahu alaihi wasallam. Nuk i tha se ishte Xhibrili, gjithashtu nuk i tregoi që ti je zgjedhur i dërguar i Zotit. Të gjitha këto profeti sallallahu alaihi wasallam i mori vesh nga Varaka ibn Naufel. Xhibrili alayhis salam nuk ja tregoi se kush ishte dhe pse ishte dërguar, pasi profeti sallallahu alaihi wasallam ishte në një gjendje hutimi dhe shokimi. Nëse do t'i kishte treguar, ai nuk do të mund të përqendrohej në ato që i thot. Ka kjo mësojmë diçka të rëndësishme në artin e administrimit. Mos i thuaj kujt diçka vetëm pasi të jetë i përgatitur dhe i gatshëm që ta dëgjojë. Qëllimi nga ky takim i parë mes Xhibrilit alayhis salam dhe profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte që profeti sallallahu alaihi wasallam të bëhej i vetëdijshëm që po hynte në një çështje të rëndësishme. Qëllimi nuk ishte që të obligohej me mesazhin hynor. Për këtë, Xhibrili alayhis salam nuk i tregoi as se kush ishte. Diçka tjetër e rëndësishme është se përse ky takim filloi me fjalën lexo. Mos ishte urdhër për profetin sallallahu alaihi wasallam që të mësonte shkrim dhe këndim? Jo. Pasi profeti sallallahu alaihi wasallam derisa vdiq nuk dinte as shkrim as këndim. Fjala lexo ishte një mesazh
të cilin e kuptoi profeti sallallahu alaihi wasallam. Ky mesazh ishte se koha e mrekullive të pazakonshme ka përfunduar. Koha e shkopit të Musait, anijes së Nuhut dhe çdo mrekulli tjetër që ndryshon rrjedhën e ngjarjeve ka përfunduar. Tani ka filluar epoka e dijes dhe planifikimit. Dhe kjo epokë do të fillonte me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe me ummetin e tij. Por sot ummeti i fjalës lexo, 60% e tyre nuk dinë shkrim dhe lexim. Sot ummeti i fjalës lexo, presin që të vijë Mehdiu që t'i shpëtojnë nga situata dhe gjendja e rëndë në cilën ndodhen. Por Mehdiu nuk do të vijë derisa ne ta përfaqësojmë denjësisht fen ton. Mrekullia që presim nuk do të vijë, ajo jemi ne vetë. Kur të planifikojmë dhe të punojmë, atëherë do të vijë ndihma e Zotit. Vetë fjala lexo ishte tregues që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është profet dhe i dërguar i Allahut. Kjo pasi Zoti e dinte që koha e dijes dhe shkencës do të vijë. Për këtë e përgatiti të dërguarin e tij për këtë kohë. Nëse profeti sallallahu alaihi wasallam do të ishte obliguar me një mesazh që nuk është i përshtatshëm për kohën tonë, mesazhi i tij do të kishte dështuar dhe përfunduar me kohë. Pasi mesazhi i tij është i përshtatshëm për çdo kohë dhe vend. Epoka në cilën jetojmë sot është epokë e dijes dhe teknologjisë. Për këtë, fjalët e para që u shpallën profetit sallallahu alaihi wasallam ishin fjalët: lexo. Është për të ardhur keq që muslimanët e sotëm nuk e kuptojnë këtë. Rëndësia e dijes dhe të mësuarit shfaqet qartë edhe në ajetet e para që u shpallën profetit sallallahu alaihi wasallam, ku fjala lexoj dhe mësoj janë përsëritur në çdo fjali. Kështu, këto fjali të para të Kur'anit, sikur të thonë: o vëlla, ka përfunduar koha e shkopit të Musaut dhe çdo mrekullie tjetër. Ka ardhur koha e planifikimit, punës dhe suksesit. Mrekullia do të jetë në burrat dhe gratë, të cilët punojnë dhe derdhin djers për ta përcjellë mesazhin hyjnor. Dikush mund të pyes me drejtë, pse nuk mësoi profeti sallallahu alaihi wasallam shkrim dhe këndim? Ka të tjerë që ulin kokën kur thuhet që profeti sallallahu alaihi wasallam nuk dinte as shkrim as këndim. Por në fakt kjo është diçka që na bën krenar, pasi diçka e tillë është mrekulli në vetvete. Kjo pasi ai që nuk di as shkrim dhe as këndim është ai që mëson gjithë njerëzimin. Libra që janë shkruar dhe shkruhen rreth trashëgimisë që la pas profetit sallallahu alaihi wasallam arrin në miliona libra dhe volume. Të shkruhen miliona libra rreth dikujt që nuk dinte as shkrim as këndim, a nuk është mrekulli?